Sepse pa tjetër, pa një Ekorudh nuk mund të transportohesh e gjithë ky mineral, sepse Ekorudha pati një 3-4 vjet derisa u realizua. Në 66-67 ka qenë Ekorudha, domethënë duke u ndërtuar që Ekorudha është bërë me aksion të jashtëzakonshëm. Do të thotë që ne kemi punuar, janë ngritur sektor dhe gjithë rinia e studentë dhe nxënës kanë marrë pjesë në ndërtimin. Bile mbajmë mend që edhe në urën e Bushtricës, që atëherë u mbajt ura më e madhe se ka një lartësi për 50 metra, rinia shqiptare me vullnetarizëm ka punuar, gjë që ne nuk e shikojmë sot vullnetarizmin, nuk ekziston. Pra ka qenë një punë kolosale e rinisë, e cila është edukuar me punë atë kohë, është edukuar nëpërmjet punës. Objektivin e kish 1 milion ton mineral në vit. Trenat ngarkoshin, treni që ndaje treni ardhi deri në Gurë të Kuqit, deri aty ardhi treni. Hynte treni te fabrika e pasurit ngarkosh e ikte niste rrugën. Pasaj, mbeturinat që mbeten nga fabrike pasurimit i fshin me fshesë, mbas rënies së komunizmit të mënyrën edhe i morën i quan biznesmen privat, i quan në Kavadarsi. Studentët më ne, unë kam qenë 4 vjetërisht kam qenë në Ekorudh, në këtë zonë në Zuri. Fatos Nana, personazhe Fred Buajloti aty, luani futboll në Qukës, pastaj u ofruam këte. Vitin e parë kemi filluar në Bushtricë, pastaj u ofruam në Qukës dhe u ofruam këte. Ishte një punë kolosale, punoshem me një ndërgjegje të jashtëzakonshme.